Kombëtarja e Shqipërisë së femrave ka mbyllur me humbje edicionin aktual të UEFA Nations League duke u mposhtur me rezultatin 1-2 nga Çekia në ndeshjen e fundit. Goli i vetëm për vajzat Kuqeziu shënua nga Fortesa Berisha në fundin e pjesës së parë pas një asisti nga qendresa Krasniqi. Në pjesën e dytë çekët përmbysën gjithçka duke shënuar 2 gola. Përfundimisht sfida u mbyll me rezultatin 1-2 për Çekin. Pas ndeshjes, trajneri i kombëtares së femrave Armir Grima tha se në këtë duel rezultati më i drejtë do të ishte barazimi. Po vendosin disa momente pa kujdesie tona, në fakt se realisht vajzat që kanë luajtur mirë është për të përgëzu, kishin përballë një kundërshtar shumë fort fizikisht. Normalisht ne jemi edhe në fund kampionatit dhe vajzat vinë nga kampionatet e tyre që kanë ngarkesat e mëdha fizike. Plus që ishim edhe 2 ndeshje mjaft forta. E përballu mirë, realisht gjëja më e drejtë mund të ishte pak të barazimi këtë ndeshje, jo ta humbim. Megjithatë, ajo që ne kishim objektiv u realizu dhe prapë jena të gëzuar, edhe mas kësaj humbje ne jena të gëzuar sepse jena në objektiv tonë. Kjo ishte ndeshja e fundit për Shqipërinë në këtë edicion të Nations League, të cilin e mbyll në vendin e tretë në grup me 6 pikë të grumbulluara. Një pozicion ky që i garanton vajzave Kuqezi qëndrimin në Ligën B.